Tashmë përveç lejeve që kryeministri Edi Rama vazhdon të japë për kulla edhe në zonat e mbrojtura të Bregdetit Jugor, kompanive pa kapital, çështja që duhet të përbëjë objekt hetimi nga SPAK janë ata që qëndrojnë pas tyre dhe burimet e financimit të këtyre kullave. Rasti tipik janë lejet që Edi Rama, si kryetari i Këshillit Kombëtar të Territorit, i ka dhënë firmës Eldino për 6 kulla nga 16 kate mbi tokë e 4 kate nën tokë në Potam të Himarës. Firma Eldino SHPK është themeluar më 1 nëntor 2013 me kapital 100.000 lek nga fjeraku problematik Ervin Fatmir Luari, por me objekt aktivitet të papërcaktuar, pasi deklaroi një bilanc me 7.960 lek humbje për vitin 2013 dhe me 10.4 milion lek fitim për vitin 2014. Ervin Luari, më 6 maj 2015, ja shiti kompaninë 23 vjeçares Gabriela Abaz Dino nga Ballçi, kundrejt vlerës 100.000 lek, ndërsa vetë qëndroi administrator me pagë 60.000 lek. 2 muaj pasi Gabriela Dino u bë pronare, kompania Eldino SHPK filloi të përfitonte leje ndërtimi për investime në objekte publike, ndërsa prej vitit 2020 e në vazhdim përfiton 7 milion lek të vjetra në muaj nga Bashkia e Tiranës për dhënie objekti me qira. Tani Gabriela Dino, që figuron ekonomiste me pagë 60.000 lek, ka marrë leje dhe po ndërton 6 kulla nga 16 kate e 4 kate nën tokë në Potam të Himarës. Përveç ndërtueses Gabriela Dino e specialistëve tatimor të Tiranës e atyre që financojnë realisht këto 6 kulla, askush nuk e di se sa kushton ndërtimi i tyre dhe ku i kanë gjetur financat, ndërsa SPAK nuk i heton, megjithse kompania Eldino SHPK deklaron bilance me humbje, përveç 6 kullave në Potam të Himarës. Por në këtë fshat Buzdetit, me vendim numër 35, datë 2 prill 2024, të firmosur nga Edi Rama e Mirela Kumbaro, dhe me vendim numër 61, datë 18 prill 2025, të firmosur nga Edi Rama dhe Blendi Gonxhe, kompanisë Eldino SHPK të Gabriela Dinos, janë dhënë leje për ndërtimin e 2 objekteve nga 4 kate mbi tokë e 2 kate nën tokë, 5 kullat te Diga e Liçenit Tiranë, në ortakëri me bosin e Delvina Gas. Në fillim të muajit korrik 2023, kompania Eldino SHPK e Gabriela Dinos, me kapital 100.000 lek e bilance me humbje, ju fut biznesit të ndërtimit të kullave, me lejen për kompleksin me 5 kulla 17 kate mbi tokë, të quajtur kompleksi Tirana Lake, te Diga e Liçenit të Tiranës, në ndërtimin e kullave me shesh 32.450 m2, tokë publike, ish parkimi i Bashkisë Tiranë. Gabriela Dino ishte në ortakëri me kompaninë Building Construction, në pronësi të shtetasit Ilir Merja, administrator dhe ortak me 90% të aksioneve në kompaninë Delvina Gas Trading. Edhe për këto kulla, përveç 2 ortakëve ndërtues, Gabriela Dino, Ilir Merja, dhe specialistëve tatimor të Tiranës e atyre që i financuan realisht, askush nuk e di se sa milion euro kushtuan dhe ku i gjetën parat, ndërsa SPAK hesht, më 17 dhjetor 2018. Babai i Gabriela Dinos, shtetësi Abaz Nezir Dino, në atë kohë 51 vjeç, baba e bij në lidhje të forta me Ilir Metën e financime të LSI-s, themelojnë kompaninë Dino Partners SHPK me kapital 40.000 lek, përsëri me objekt aktiviteti pa përcaktuar. Pas kapitalit në vlerë 40.000 lek, Abaz Dino deklaroi edhe një kapital në natyrë me vlerë 1.334.000 lek të vjetra, konkretisht njësi tregtare 766 m2 në Selit të Tiranës, pa deklaruar burimin dhe origjinën e kësaj pasurie. Më 12 janar 2019, rreth një muaj pas themelimit të kompanisë, ai e tjetërsoi pasurinë 1.334.000 lek të vjetra, pa deklaruar destinacionin përfundimtar të kësaj vlere financiare, 9 ditë pas tjetërsimit të pasurisë dhe 35 ditë pas krijimit të kompanisë Dino Partners SHPK, konkretisht më 21 janar 2019. Abaz Dino ja shiti aksionet vajzës së tij Gabriela Dino për 40.000 lek, me kontratë notariale numër 178. Sipas dosjes së SPAK-ut, Abaz Dino është personi që bëri letrat false, sikur në muajin gusht 2022 i kishte shitur ish kreut të operacionales Oltion Bistri, një apartament 130.000 euro tek rruga e Kosovarëve, duke u vetë deklaruar biznesmen ndërtimi, kur ai nuk ishte një biznes i tillë. 2 pyetje si indicie për SPAK-un. Çfarë roli luan në qarkullimin e milionave kompania Cika 2019 në pronësi 99% të shtetasit Orest Çika nga Saranda e 1% dhe Gabriela Abaz Dinos, por dhe Sindi Dino e Andi Bakiu? A do të hetohet rrjeti kriminal i pastrimit të miliardave që qëndron edhe në ndërtimin e 6 kullave në Potam të Himarës, duke u fshehur pas kompanisë Eldino SHPK të familjes Dino nga Ballçi?